Rusia po fërkon duart nga përplasja mes Shteteve të Bashkuara dhe Europës lidhur me Groenlandën, teksa retorika e Trumpit ndaj udhëheqësve europian përshkallëzohet gjithmonë më shumë. Moska nuk humb rastin për të ndërhyrë. Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov komentoi se Groenlanda nuk ishte pjesë natyrale e Danimarkës, ndërsa tha se problemi i territoreve koloniale po bëhet gjithmonë më akut. Në parim Groenlanda nuk është pjesë natyrale e Danimarkës, apo jo? Nuk ishte as pjesë e Norvegjisë dhe as e Danimarkës. Është një pushtim kolonial. Fakti se banorët janë tani të mësuar me këtë dhe ndihen rahat është çështje tjetër. Pa ofendim, por mendoj se duhet të quhet thjesht Britani, sepse me Britani të Madhe ky është i vetmi rast në histori ku një vend e quan veten të madh. Rusia akuzon Londrën se po punon fuqishëm në prapasken për të minuar interesat e Moskës rreth botës, ndërsa ka vendosur kufizime të stilit sovjetik ndaj diplomatëve britanik, ndërsa përjashtoi mundësinë e arritjes së ndonjë marrëveshje me liderit europian. Lavrov u shpreh i gatshëm për bashkëpunim me SBA-n lidhur me Ballkanin, siç tha mbi atë që po ndodh në Bosnjë, por edhe vende të tjera.